Vedat Muriqi po kalon sezonin e karrierës në garë me Kylian Mbappé për golashënuesin më të mirë të La Ligës, çmim i njohur ndryshe si Pichichi, kështu ka shkruar mediumi i famshëm FootMob. FootMob ka bërë një analizë gjatë të mënyrës së lojës që luan Muriqi, ku ndër të tjera krahason me ishullin e Juventusit Mario Mandzukic. La Liga ka ndryshuar shumë që nga fillimi i viteve 2000. Parat janë përqendruar gjithnjë më shumë te klubet e mëdha dhe si pasojë shpesh mungojnë sulmuesit cilësor jashtë tre ekipeve kryesore. Te Real Madrid, Kylian Mbappé kryeson në renditjen e golashënuesve me 23 gola në 22 ndeshje kampionati. Në anën tjetër, kjo u jep mundësi lojtarëve më pak të njohur të bëjnë emër. Këtë sezon ai është sulmuesi i Majorkës, Vedat Muriqi, i cili në mënyrë ironike duket sikur do të shkëlqente në vitin 2003. Ai është në rrugë të mbarë për të kaluar sezonin e tij më të mirë sa i përket golave, me 16 në 23 ndeshje, vetëm një më pak se rekordi i tij prej 17 golash në sezonin 2016-2017 me Rizesporin në Turqi. Muriqi është një numër 9 i stilit të vjetër, shumë i ngjashëm me Mario Mandzukic për ata që e kujtojnë. Statistikat e tij krijuese nuk janë breslënse, por kjo nuk është detyra e tij. Ai është në fushë për të shqetësuar mbrojtjet kundërshtare dhe për të shënuar gola. Të gjithë golat e tij këtë sezon kanë ardhur brenda zonës së vogël, por ai ka evoluar përtej rolit të thjeshtë të një sulmuesi shtatlart. Ai është pika referuese e Majorkës, Chelsea gjithçkaje që skuadra kërkon të bëjë në sulm. I fortë në duele, agresiv në ajër dhe me pozicionim inteligjent, ai është thelbësor në skemat 4-2-3-1, 4-4-2 dhe 5-3-2 të ekipit. Zakonisht një sulmues më i lëvizshëm si Mateo Josef apo Abdon Prac luan pranë tij. Muriqi shpesh zbret më poshtë për të ndihmuar në ndërtimin e aksioneve, duke përdorur stilin e tij luftarak dhe kontrollin e parë të mirë për të futur shokët në lojë. Ai nuk është një krijues i stilit të Harry Kane, me vetëm 76 pasime të sakta në të tretën e fundit, por loja e tij është e qëllimshme. Profili i tij lejon skuadrën të luajë në një mënyrë më pak tradicionale spanjolle. Me pak fjalë, ai është sulmuesi perfekt për një ekip që mbështetet te kundërsulmi. Majorka ka vetëm 43.7% mesatare posedimi, e 17-ta më e ulta në La Liga dhe realizon 26.2 topa të gjatë të saktë për ndeshje, e 4-ta më e larta dhe 4.9 korsime të sakta për ndeshje, e 3-ta më e larta. Shifrat e tij tregojnë qartë forcën: 154 duele të fituara me sukses, 53.3%, 101 duele ajrore me sukses, 56.1%, 106 prekje në zonën kundërshtare, 39 faula të fituara dhe vetëm 25 herë i zhveshur nga topi. Për ta theksuar rëndësinë e tij, pjesa tjetër e skuadrës ka vetëm 301 prekje të kombinuara në zonën kundërshtare. Problemi është se gjithë kjo punë mund të mos mjaftojë. Majorka renditet e 18-ta, një pikë larg shpëtimit dhe Rayo Vallecano. Muriqi vazhdon të shënojë për skuadrën e tij si e tërë nuk e ndjek ritmin. Golshënuesi i dytë më i mirë është mesfushori defensiv Samu me 4 gola, ndërsa sulmuesi më i afërt është Josef me 2. Muriqi po t'i kalon mesataren e golave për 11.77 me 4.23 gola, një arritje jashtëzakonshme, sidomos kur 5 prej golave të tij në La Liga janë nga penalltit. Ai është performuesi i dytë më i mirë në këtë aspekt pas ansorit të Villarreal, Alberto Moleiro. Ai e dashuron lojën me kokë. 6 gole ka shënuar nga një mesatare totale prej vetëm 3.01. Më i bukuri erdhi në fitoren 3-1 ndaj Elches në dhjetor, ku Omar Mascarell depërtoi nga mesi i fushës dhe e dërgoi një krosim perfekt për kokën e Muriqit. Goli i tij në humbjen 2-1 ndaj Real Betis më 15 shkurt e bëri Muriqin vetëm lojtarin e dytë në historinë e klubit që arrin 50 gola në La Liga. Tani ai ka në shënjestër legjendën Samuel Eto'o me 54 gola. Me 14 ndeshje të mbetura dhe mbijetesën në rrezik, nuk do të ishte befasi nëse ai e barazon ose e thyen atë rekord. Sa i përket garës për Pichichi, është e vështirë të imagjinohet se do ta lërë pas Kylian Mbappén, i cili konsiderohet ndër sulmuesit më të mirë në botë aktualisht. Objektivi kryesor i Muriqit do të jetë mbajtja e Majorkës në La Liga. Nëse dështon, vështirë se do të qëndrojë për ta rikthyer skuadrën, ndonse një jetë e qetë në ishullin e bukur të Majorkës nuk do të tingëllonte as pak keq.